komando, jam në tokë të tretë! Ekipi Alfa, dronë drejtimin e zjarrit! Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krishni Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Është 17 shkurti dhe sot festojmë ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Për kënder të kësaj dite, emisioni ynë sonte do ju sjell një reportazh nga kazerma ushtarët e NATO-s këtu në Istog, nga përgatitjet e forcës së sigurisë të Kosovës dhe nga aktivitetet e saj ditore gjatë të ditës. Në rrethinën e Istogut gjendet njëra nga bazat më të mëdha të forcës së sigurisë së Kosovës. E krijuar pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, FSK ka mandatin të ofrojë siguri për qytetarët e vendit, sidomos në situata emergjente. Forca ishte paraparë që pas periudhës tradicionale të Pakosatit-Sarit të çndrojë në ushtrinë e Kosovës, por problemet politike kanë vazhduar ta sfidojnë krijimin e ushtrisë. Në pritje të vendimeve politike, FSK ka vazhduar rritjen e saj. Ushtarë të rinj tashmë janë shkolluar në shkolla ushtarake jashtë e brenda vendit dhe tani janë duke i shërbyer shtetit të tyre. Mandati i kontingjentit të vendosur në rrethinën e Istogut është reagimi emergjent në situata krize, përfshirë rastet kur nevoja kërkon mjete të rënda dhe anë të gjata. Standardi i brigadës është që brenda 2 ore të jetë e gatshme të arrijë në çdo cep të Kosovës. E trashëguar nga KFOR-i, baza është e mirë ndërtuar dhe që nga hyrja ofron ndjenjen e rregullit ushtarak, ku çdo veprim është i planifikuar dhe detyrat zbatohen në plotni dhe me rrëpsi të lartë. Brigada e reagimit shpejt është një ndër njësitë kryesore të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ka aspektin numrit personelit, ka një personel për pjesëtarëve. Shtrirja e Brigadës së reagimit shpejt është komanda edhe batalioni 2 janë të vendosura këtu në Istog. Aktualisht ju gjendeni në komandën e Brigadës së reagimit shpejt. Batalioni i 2 i ka objektet jashtë këtij objekti edhe funksionojnë me kompanitë e tyre. E kemi një batalion Juglindje të Kosovës në Gjilan, ku është batalioni i parë. Batalioni 3 e kemi të vendosur në pjesën veriore të Kosovës në Mitrovicë. Brigada e reagimit shpejt detyrë parësore ka reagimin në rast të kriza. Në bazën e Istogut është vendosur dhe komanda e brigadës së reagimit të shpejt. Në këtë zyrë pranohen raporte ditore nga degët e kësaj brigade nga Gjilani dhe Mitrovica. Gjendemi në kazermën ushtarët e NATO-s në Istog. Këtu është edhe komanda e brigadës së reagimit të shpejt. Aktualisht në lumen tjetër ku do t'ju përcjell, po mba takimi i shefit të shtabit brigadës së reagimit të shpejt me komandantin e brigadës së reagimit të shpejt. Në këtë moment, shefi i shtabit brigadës së reagimit të shpejt e informon komandantin e VRSH-s për aktivitetet kyçe ditore të cilat do të realizohen sot, si dhe planifikimet e nevojshme të cilat do të merren për të realizuar një ditë të suksesshme. Tani mund të vazhdojmë në zyrën e komandantit. Zoti komandant do të raportoj për aktivitetet kyçe që i kemi gjatë ditës së sotme në Brigadën e reagimit shpejt. Në trajnime institucionale në komandën e doktrinës së stërvitjes i kemi pjesëtar të BRSH-s. Batalioni i parë vazhdon kursi bazik edhe i avancuar i gjuhës angleze, që organizohet nga Ambasada Britanike. Në këtë trajnim i kemi pjesëtar. Batalionin e parë, 2 edhe 3 vazhdohet me ciklin e gjenerimit forcës. Kryesisht sot kemi trajnime taktike, perimetri sigurisë, koordinat kërkim dhe trajnime tjera që kanë bojnë me aspektin taktik. Pranë 3 batalionet vazhdojmë me këtë aktivitet. Në trajnime jashtë vendit i kemi gjithsej pjesëtar. Gjithashtu shërbim të mbrëmshëm i kemi pas 24 orësh pjesëtar. Do ta kemi për orës 10:30 një vizitë çerdh shtëpia magjike nga fshati Besi. Sa i përket aktivitetet tjera trajnuese, oficeri përgjithshëm është për trajnim, siç
Kështu që kom jeni njoftuar ma herët, çdo të premte një raport e përgatit, edhe një analizë rreth trajnimeve javore, po edhe çka pasojnë për javën tjetër, bashkë me rreshtarmajorin e brigadës. Tjerët, pasi kemi edhe takimin tete e gjys, bashkë bisedojmë dhe këshyrëm i analizojmë mirë punën që kemi bodere me tash. Faleminderit. Derisa punët në komandë vazhdojnë, ushtarët, komandantët e njësive dhe komandanti i bazës përgatiten për të rreshtuar për ceremoninë e ngritjes së flamurit. Aktiviteti tjetër i cili do të realizohet sot është ngritja e flamurit, e cila është një detyrë rutinore e përditshme. Do të vazhdojmë. Marsh! Vend qetëso! Kontrollimi i pajisjeve dhe përgatitjes së ushtarëve është detyra e parë për reprorët para nderimeve për flamurin e shtetit. Momentalisht janë të rreshtuar efektivat e batalionit 2, brigadës reagimit të shpejtë, ku do të bëhet edhe ngritja e flamurit. Këtë rast, oficeri kujdestari raporton edhe për gjitha aktivitetet të cilat janë realizuar gjatë ditës kaluar komandantit të batalionit 2. Zotë komandant, batalioni është i rreshtuar për ngritjen e flamurit. Raporton kapiten Çep. Rapport! Fyll! Flamurtar! Përpara! Flamur! Ngritja e flamurit pasohet nga një takim i shkurtër për ndarjen e detyrave dhe obligimeve ditore. Momentalisht në kabinetin e komandantit brigadës reagimit të shpejtë do të realizohet takimi i komandantit BRSH-s me shtabin e BRSH-s, ku në përgjithësi do të njoftohet komandanti i BRSH-s me punë të cilat janë realizuar këto ditë. Përshëndetje Djen. Sot do kemi takimin javor, detyra dhe përgjithësitë e dini, në ditës raportimet edhe planat për javën e ardhshme. Sigurisht ka pas aktivitete, keni çka më raportu. Mas parë shef informona pak në pika shkurta lidhur me aktivitetet që ke pas edhe në QPT edhe në ministri për planat që ka pas QPT. Pas përfundimit të takimit që komandanti i BRSH-s kolonel Xhaher Gici ka pas me shtabin e brigadës reagimit të shpejtë, ai dha edhe detyrat siç e pata në takim. Pastaj shtabi i brigadës do të vazhdojë me aplikimin e këtyre detyrave në sektorët përkatëse si dhe në njësitë tona varëse. Sot është parapar një aktivitet i ngjeshur, ushtrimet fizike të mëngjesit. Mirëmëngjesit gjithëve.
Sot kena me bo shtrimet fizikit mëngjesit. Gadi, to, formoni rrethin. Vazhdojmë vrap në rreth. Gati, para, jotas, këtheu, me hap dy fesht, para, marsh! A nisja kongën. Moken gritu lartë, cili u antrenar! Moken gritu lartë, cili u antrenar! Me muret e botës, jam në top të parë! Me muret e botës, jam në top të parë! Nutraj si Shqiponja, si s'kiter kam syt! Nutraj si Shqiponja, si s'kiter kam syt! Jam krenar që jam ushtar, jam në top të dy! Jam krenar që jam ushtar, jam në top të dy! Uj kam lidur, uj të rraj për jetë! Uj kam lidur, uj të rraj për jetë! Jam komando, jam në top të tretë! Jam komando! Trajnimi në artet marciale, me pastaj të veshur me antiplom dhe pajisje taktike, ushtarët stërvitën për t'ju përgjigjur situatave të ndryshme. Kvadrat, marsh! Brigada e reagimit të shpejtë është njësia e FSK-s e cila në mandatin e saj ka reagimin e menjëhershëm në situata krizash. Baza i stogut është komanda e kësaj njësie dhe njëra nga pikat ku janë të stacionuar ushtarët e kësaj brigade. Komanda e Brigadës Reagimit të Shpejtë është përgjegjëse për me pajis, me trajnu edhe me përgadit njësit e veta varëse për me reagu në rast të krizav. Gjithashtu, një për detyrave tjera që del për Brigadën e Reagimit të Shpejtë është operacion të mbështetjes paqes. Pjesëtarët e Brigadës së Reagimit të Shpejtë janë të trajnuar e të përgatitur për të mbështetur operacionet ndryshme të paqes jashtë vendit, nëse kjo kërkohet nga qeveria e Kosovës. Detyrat kyçe që dalin prej misionit të Brigadës së Reagimit të Shpejtë janë vëzhgimi i terrenit, janë vendosja e perimetrit sigurisë kur operojnë njësitë tona në terren. Gjithashtu ne vendosim edhe pikat kontrollit, kur nga ne kërkohet në mënyrë që t'i mundsojmë njësive të FSK-s të operojnë, konkretisht njësive që janë kryesisht për mbështetjen e autoritetet civile në aspektin e mbrojtjes civile. Brigada e Reagimit të Shpejtë ka pas një varg suksessh gjatë viteve të fundit. Ne veç gjithë populata e Kosovës, qytetarët e Kosovës janë të informuar për suksesin që ka arrit ekipi ynë në garën Kambrian Patrol
në Britani të Madhe, ku kanë zonë vend e parë dhe ka marrë medalën e artë mes 103 shteteve pjesëmarrëse atje. Sot është planifikuar stërvitja në rast konkret, reagimit ndaj një akti terrorist. Ky simulim parashë reagimin ku njësia e blinduar e FSK-s sulmohet me armë zjarri. Detyrat janë dhënë, plani është sajuar, tash kalohet në zbatim. Gjithë pjesëtarët e Brigadës së Reagimit të Shpejtë jo më vonë se 2 orë e gjysmë nga marrja e alarmit duhet të jenë të gatshëm për me fillu operacionin. Ne kemi bërë një kalkulim, një llogaritje, çdo pjesëtar i Brigadës së Reagimit të Shpejtë është në gjendje me arrit në bazën e vet brenda 2 orë e gjysmës. Me qenë i gatshëm për me zhvilluar operacion. Ekipi bravo! Vazhdo me gramorje! Dysha vazhdo! Dysha puna mision! Ekipi Alfa, dal gjori! Limiti avancimit! Limiti avancimit! Ekipet e ndihmës sport! Vazhdoni me të plagosurit! Vazhdojmë të reqë! Ekipi Alfa, të rriqë! Pas përfundimit të simulimit të sulmit terrorist ndaj FSK-s, ushtarët vazhdojnë me aktivitetet e tjera, marshimin në fushë të hapur për të ngritur gatishmërinë për të patrulluar në teren të hapur. Kësaj radhe, ky marshim është parapar me të gjitha pajisjet ushtarake, gjithsejt 28 kg. Shikues të nderuar, ishte ky reportazhi nga kazerma ushtarë të NATO-s këtu në Istog. Ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po i lë me rubrikën Policia dhe deri të premten e ardhshme nga unë Krishtin Gashi. Mos e shkelni ligjin.
Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Patrollat tona të përfshimin planin operativ parandalimi faza 2. Jemi të operu në zonën e Vitomericës, pikërisht në këto momente jemi në rajonin 3, ku për momenti çdo gjë është në rregull. Po. Mirë mama, a e një lodh? A ka mundësi me nalë veturën? Ma jep atë në shoferin lejen e qarkullimit. Arsyeja ndaljes është një kontroll rutinore. Pasageri apo që dën dokument. Ma jep. Apo që dën diçka ilegal me vetin trup anë veturë. Mirë, aja i pajtimit me ta bën një kontroll. Del pi veturë. Del edhe t'jena thonë del atje. Shka ki për gjepave i qëtë mbi veturë. Ti du shëtë, shtetu, zgjeroj kond, mos më të gjithë. Jeśli moment nie jarosł. Në bazë, po të njoftoj se jemi në drejtim stacionit 5 me një person të arrestuar në lidhje me fletërshtimin në të cilin ekziston ky person, edhe jemi domethënë në drejtim stacionit për me verifikuar për më tutje.